A e ke ndjerë ndonjëherë atë peshë të padukshme, të rrethuar nga njerëz dhe megjithatë të ndihesh sikur askush nuk të kupton vërtet, sikur një humner e padukshme të ekzistonte mes teje dhe botës, një distancë që fjalët nuk mund ta kapërcejnë. Kjo ndjenjë, nga e cila shumë frikësohen dhe prej së cilës ikin, është kuptuar në mënyrë të jashtëzakonshme nga Carl Jung. Ai e kuptoi se vetmia nuk është thjesht mungesë e shoqërisë, por shpesh rezultati një ndjeshmërie të jashtëzakonshme, një ndjeshmëri që e ndjen zhurmën dhe sipërfaqësinë e botës si të padurueshme. Por brenda kësaj vetmie fshihet një forcë e veçantë. Ajo mund të jetë e dhimbshme, por ka potencialin për të na udhëhequr drejt vetes son. Jung na mëson se njohuritë më të thella, autenticiteti më i madh dhe lidhja më e vërtetë me veten shpesh gjenden vetëm në heshtje dhe vetmi. Vetmia nuk do të thotë të jesh i humbur, ajo mund të jetë një rrugë për të zbuluar forcën e brendshme dhe për të ndërtuar një marrëdhënie të pathyeshme me veten. Nëse ndonjëherë ke ndjerë sikur askush nuk të sheh apo nuk të kupton, dije se nuk je vetëm. Dhe më e rëndësishmja, kjo ndjenjë mund të jetë hapi i parë drejt një lirie që ende nuk e ke njohur. Brenda kësaj lirie gjendet një forcë që nuk varet as nga të tjerët dhe as nga rrethanat e jashtme. Pikërisht këtë udhëtim duam të eksplorojmë sot. Carl Jung na mëson se vetmia nuk është thjesht një arratisje, por shpesh një zgjedhje e vetëdijshme. Një zgjedhje për t'u tërhequr në mbrojtje të vetvetes dhe për të kërkuar një kuptim më të thellë. Shumë njerëz të vetmuar keq kuptohen nga shoqëria, etiketohen si të çuditshëm ose asocial. Por shpesh pas kësaj zgjedhjeje fshihet një mençuri e madhe, një njohuri mbi atë që ka vërtet rëndësi. Mendo sa shpesh na lodhin marrëdhëniet, bisedat ose angazhimet që nuk na japin asgjë të vlefshme. Njerëzit që zgjedhin vetmin kanë mësuar të shkëputen nga këto dinamika. Për ta, vetmia nuk është shenjë dobësie, por një akt kujdesi ndaj vetes dhe mbrojtje e energjisë së tyre. Në heshtje ata gjejnë qartësi dhe në distancën nga bota zbulojnë identitetin e tyre të vërtetë. Shoqëria shpesh e glorifikon shoqërimin dhe mat njerëzit me numrin e miqve ose aktiviteteve sociale. Por çka nëse këtu po na ikën një e vërtetë e madhe? Çka nëse në heshtje dhe vetmi fshihet një thesar që vetëm pak njerëz e vlerësojnë? Çka nëse vetmia nuk është izolim, por një kthim tek vetja? Jung na tregon se vetmia është një ftesë për të zbuluar veten nga e para. Ajo na jep mundësinë për të shëruar plagët e së kaluarës dhe për të zhvilluar një forcë të brendshme që nuk lëkundet nga gjykimet e të tjerëve. Njerëzit që zgjedhin heshtjen janë shpesh ata që kanë kuptuar se lumturia e vërtetë nuk gjendet jashtë, por brenda nesh. Ndoshta ka ardhur koha të mos e shohim më vetmin si një arratisje apo dobësi, por si një mundësi për të parë botën me sy të rinj. Na shkruaj në komente, çfarë do të thotë vetmia për ty? Le të eksplorojmë së bashku sekretet e vetmisë dhe mençurinë e Carl Jung. Vetmia shpesh shihet si një barë, por në të vërtetë është një dhuratë e nënvlerësuar. Në qetësinë që sjell me vete, zbulohet një pasuri që shumë njerëz nuk e vënë re. Kur lëm pas zhurmën e botës, zbulojmë diçka të rrallë dhe të çmuar, lirinë për të qenë plotësisht vetvetja. Imagjino një hapësirë ku askush nuk ka pritshmëri ndaj teje, ku nuk ke nevojë të mbash maska dhe ku vendimet që merr i përkasin vetëm vetes. Në këtë hapësirë shfaqet forca e vërtetë e vetmisë. Ajo na çliron nga kufizimet shoqërore dhe na lejon të zbulojmë thelbin ton të vërtetë. Në qetësinë e saj gjejmë qartësinë që shpesh na mungon mes kaosit të përditshmërisë. A e ke ndjerë ndonjëherë nevojën për t'u larguar nga presioni i pritshmërive të tjerëve? Vetmia është pikërisht ky strehim. Ajo na jep hapësirë për të rregulluar mendimet tona dhe për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm. Na dhuron mundësinë për t'u fokusuar në atë që me të vërtetë ka rëndësi, larg shpërqendrimeve dhe mendimeve të jashtme. Është si të hap dyer drejt një universi të brendshëm që shpesh e harrojmë. Në këtë qetësi fshihet edhe mundësia për të njohur dëshirat dhe qëllimet tona të vërteta.
Sa herë i vëmë nevojat tona në plan të dytë, vetëm për të shmangur konfliktet apo për t'u përshtatur me të tjerët, vetmia na çliron nga kjo dinamik. Ajo na tregon se mund të marrim vendime lirisht, pa ndjerë nevojën për t'u justifikuar. Kjo liri forcon besimin në veten tonë dhe na mëson se jemi të mjaftueshëm ashtu siç jemi, pavarësisht ndikimeve të jashtme. Vetmia është gjithashtu një mjet i fuqishëm për të gjetur qetësi emocionale. Kur jemi mes të tjerëve, shpesh pa e kuptuar, marrim energjinë dhe shqetësimet e tyre. Kjo mund të na lodhë, por kur jemi vetëm, kemi mundësinë të lirohemi nga kjo peshë dhe të mbushim veten me energji të reja. Nuk është një arratisje, por një formë e kujdesit ndaj vetes. Duke i dhënë vetes këtë kohë, mund të rigjejmë forcën dhe të rikthehemi në botë më të qëndrueshëm. A ke përjetuar ndonjëherë një moment qartësie të plotë, ku pa pritur gjithçka ka marrë kuptim? Këto momente ndodhin shpesh në vetmi, sepse vetëm aty mund të dëgjojmë vërtet zërin ton të brendshëm, pa shpërqendrime. Momentet të tilla janë të paçmueshme, sepse na drejtojnë dhe na tregojnë se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme. Qetësia e vetmisë është si një pasqyrë që na tregon të vërtetën për veten tonë. Por vetmia nuk është vetëm tërheqje nga bota, por edhe një mundësi për të zbuluar interesa dhe pasione të reja. E lirë nga angazhimet e jashtme, na lejon të merremi me projekte që na sjellin gëzim apo të zhvillojmë aftësi që na plotësojnë. Ajo na jep hapësirë për të shprehur kreativitetin tonë dhe për të krijuar një jetë sipas dëshirave tona. Shoqëria shpesh e madhëron shoqërimin, por vetmia na mëson një lloj tjetër force. Ajo na mëson se nuk kemi nevojë për miratim nga të tjerët për të njohur vlerën tonë. Vetmia nuk është dobësi, por shenjë e forcës së brendshme dhe pranimit të vetvetes. Ndoshta duhet të ndalojmë së parë vetminë si diçka negative dhe ta pranojmë si një mundësi të çmuar për t'u afruar me veten tonë. Në një botë që na shpërqendron vazhdimisht, vetmia është një ftesë për të ndaluar, reflektuar dhe rritur. Ajo na jep mundësinë për të formësuar jetën tonë me qartësi dhe autenticitet të ri. Po ti, a e ke përjetuar fuqinë transformuese të vetmisë? Ndaj mendimet e tua në koment dhe le të zbulojmë së bashku urtësinë që fshihet në qetësinë e vetmisë. Sepse ndonjëherë është pikërisht vetmia ajo që na lidh më fort me veten dhe me atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Dhimbja në marrëdhëniet njerëzore mund të shfaqet në shumë forma. Ndonjëherë ajo vjen nga tradhtia e dikujt që i kemi besuar, herë të tjera nga pritshmëri të paplotësuara, premtime të thyera ose fjalë të thëna në një moment zemërimi. Dhe pastaj është ajo dhimbje më e heshtur, por po aq e fuqishme, që buron nga largësimi emocional. Njerëzit që dikur ishin pranë nesh, pa pritur duket sikur jetojnë në një botë krejt tjetër. Lidhja që dikur ekzistonte, zbehet dhe ne mbetemi përballë një boshllëku që nuk dimë si ta mbushim. Në ato momente kuptojmë sa të ndjeshëm jemi në duart e të tjerëve. Dhe kjo ndjeshmëri, sado e frikshme të jetë, është ajo që i bën marrëdhëniet kaq të fuqishme. Sepse, edhe kur e dim se mund të lëndohemi, sërish kërkojmë lidhje, hapemi dhe përpiqemi përsëri. Por për disa njerëz, pesha e përvojave negative bëhet shumë e rëndë. Ata arrijnë në një pikë ku vetmia nuk është më izolim, por një strehë. Një vend ku më në fund mund të gjejnë paqe, larg pritshmërive, kërkesave dhe zhgënjimeve. Ata zbulojnë se ka diçka thellësisht çliruese në të qenit vetëm. Sikur duke u tërhequr nga bota, më në fund i japin vetes mundësinë për të marrë frymë dhe për t'u shëruar. Dhe ndoshta pyet veten, a është vërtet e mundur të jetosh pa marrëdhënie njerëzore? Përgjigjja nuk është e thjeshtë, sepse si qenie sociale kemi nevojë për lidhje, por kemi nevojë edhe për ekuilibër. Dhe ndonjëherë ky ekuilibër kërkon të tërhiqemi, të gjejmë forcë në vetmi, përpara se të hapim sërish dyert ndaj botës. Marrëdhëniet njerëzore janë një shkëmbim i vazhdueshëm energjie. Kur funksionojnë mirë, na bëjnë të ndihemi të gjallë, të motivuar dhe të dashur. Por kur humbasin ekuilibrin, mund të na raskapitin, të na bëjnë të pasigurt dhe të vënë në dyshim vlerën tonë. Pasojat e tyre nuk ndihen vetëm në momentin aktual.
Ato lën gjurmë që mund të zgjasin me vite, ndoshta për jetë. Pikërisht për këtë arsye është kaq e rëndësishme të zgjedhim me kujdes kë e lejojmë të hyjë në rrethin tonë të ngushtë. Nuk bëhet fjalë për të mbyllur zemrën, por për të mësuar kush e meriton vërtet të jetë pranë nesh, kush sjell dritë dhe jo hije, kush na forcon dhe nuk na dobëson. Ndoshta edhe ti ke përjetuar peshën e një marrëdhënieje toksike, atë ndjenjë sikur ecën mbi gjemba, pa qenë kur i sigurt nëse do të kuptohesh apo do të kritikohesh. Ndoshta ke ndjerë dhimbjen e humbjes, ndarjen, ose ke parë dikë që e doje të ndjek një rrugë që ti nuk mund ta ndjekësh. Këto momente na ndryshojnë, na detyrojnë të reflektojmë mbi atë që duam dhe na nevojitet vërtet. Dhe ndonjëherë përgjigjja është e thjeshtë, na nevojitet paqe. Na duhen marrëdhënie që janë një streh në mes të stuhisë, jo vetë stuhia. Dhe kur nuk e gjejmë këtë tek të tjerët, vetmia bëhet një mike, një aleate që na kujton se mund të gjejmë qetësi dhe gëzim në shoqërinë tonë. Ndikimi i marrëdhënieve njerëzore është i pashmangshëm. Ato na formsojnë, na sfidojnë, na mësojnë, por mbi të gjitha na tregojnë rëndësinë e gjetjes së një ekuilibri, sepse në fund të fundit ajo që kërkojmë është një jetë me kuptim, ku lidhjet që kemi nuk janë barë, por një burim energjie dhe frymëzimi. Dhe nëse ky ekuilibër kërkon momente vetmie, atëherë le të jetë ashtu, sepse në heshtjen e vetmisë shpesh gjejmë qartësinë që na ndihmon të kthehemi në botë me një zemër më të lehtë dhe një shpirt më të fortë. Nëse ende nuk e ke lënë një pëlqim, bëje tani, sepse tani po vim në pjesën më të mirë të këtij videoje mbi vetminë dhe psikikën njerëzore. Carl Jung e pa vetminë si diçka më shumë se sa thjesht mungesë e njerëzve. Për Schopenhauer, Rousseau dhe Thoreau, ajo ishte një çelës që hapte dyrë drejt lirisë së vërtetë, kuptimit të vetes dhe një lidhje më të thellë me diçka më të madhe se ne. Imagjino të ecësh në një pyll. Një erë e lehtë lëkund gjethet dhe në largësi dëgjon gurgullimën e një përroji. Nuk ka askënd pranë, vetëm ti dhe natyra. Kjo skenë, që për shumë kënd mund të duket bosh, për këta mendimtar ishte një hapësirë e shenjtë, një streh ku mendja njerëzore mund të marrë frymë lirisht. A e ke ndjerë ndonjëherë veten plotësisht të lirë, pa presionin për t'ju përshtatur të tjerëve apo për të përmbushur pritshmëritë e tyre? Kjo është esenca e asaj që këta filozof panë në vetmi, një liri e pastër, ku jemi sundimtarët e vetëm të mendimeve dhe vendimeve tona. Schopenhauer e shihte vetminë si çlirin nga shpërqendrimet dhe kufizimet e botës. Për të, shoqëria e vazhdueshme me të tjerët ishte si një burg i sipërfaqësisë, ku bisedat shpesh ishin boshe dhe lidhjet rrallëherë autentike. Ai besonte se duke u tërhequr nga kjo kërkim e vazhdueshme për miratim shoqëror, mund të gjenim diçka shumë më të vlefshme, mundësinë për të zhytur në mendimet tona. Ai thoshte se vetëm në vetmi mund të mendojmë në mënyrë të pavarur, pa u ndikuar nga opinionet e të tjerëve. Dhe kur e mendon, kjo ka kuptim, apo jo. Kur jemi vetëm, mund ta dëgjojmë më qartë zërin ton të brendshëm, pa shurmën e botës. Në këtë heshtje lindin idetë e mëdha dhe dalin në dritë përgjigjet për pyetjet më të thella. Nga ana tjetër, Rousseau e shihte vetminë si një mënyrë për t'u rikthyer tek esenca njerëzore. Ai besonte se shoqëria, me të gjitha rregullat dhe strukturat e saj, na largon nga natyra jonë e vërtetë. Për të qenit vetëm në natyrë ishte si një kthim në shtëpi, në një gjendje më të pastër dhe autentike të qenies. Rousseau e adhuronte të ecte vetëm, të vëzhgonte botën përreth dhe të reflektonte mbi jetën dhe kompleksitetet e saj. Ai thoshte se në vetmi ndihej më pranë vetes dhe në harmoni me gjithësinë. A e ke përjetuar ndonjëherë atë ndjesi kur largohesh nga kaosi i përditshmërisë dhe në një moment qetësie gjithçka duket më e qartë? Pikërisht për këtë fliste Rousseau, për magjinë që ndodh kur i lejojmë vetes të jemi thjesht ne, pa u përshtatur me pritshmëritë e botës së jashtme. Thoreau e çoi këtë ide edhe më tej. Ai nuk e vlerësonte vetëm vetminë, por e kërkonte atë në mënyrë aktive. Në eksperimentin e tij të famshëm, ku jetoi vetëm në një kasolle pranë një liçeni, një përvojë të cilën e përshkroi në librin e tij Alden,
Thoreau tregoi se thjeshtësia dhe vetmia mund të jenë burime të pashtershme të pasurisë së brendshme. Ai besonte se duke u distancuar nga rëmuja dhe shpërqendrimet e botës moderne, mund të krijojmë një lidhje më të thellë me natyrën dhe rrjedhimisht me veten. Thoreau nuk e shihte vetmin si diçka për t'u frikësuar, por si një mundësi për rritje dhe reflektim. Ai thoshte se në vetmi mendja bëhet më e kthjellët, mendimet renditen më qartë dhe jeta merr më shumë kuptim. Këta filozof kuptuan diçka që shpesh harrojmë në botën tonë të ngarkuar: vetmia nuk është një boshllëk që duhet mbushur, por një hapësirë që duhet eksploruar. Në vetmi gjejmë kohën për të pyetur veten: kush jemi ne vërtet? Çfarë duam? Çfarë ka rëndësi në të vërtetë? Vetmia na lejon të ngadalsojmë ritmin, të marrim frymë dhe të shohim jetën nga një këndvështrim tjetër. Dhe ndoshta po mendon, po sikur vetmia të më izoloj dhe të më largoj nga të tjerët, ajo që na mësojnë këta mendimtar është se vetmia, kur zgjidhet me vetdije, nuk është ndarje nga bota, por një rikthim tek vetja. Një rikthim tek rënjet tona, tek vlerat tona dhe tek ajo që na bën të ndihemi vërtet të gjallë. Ata na tregojnë gjithashtu se vetmia është një tokë pjellore për kreativitetin. Idetë më të mëdha, veprat më të rëndësishme dhe njohuritë më të thella lindin shpesh në momentet e vetmisë. Mendo për momentet kur ke pasur idetë më të mira. A nuk kanë qenë ato shpeshherë në qetësi, kur mendja jote mund të endej lirisht, pa ndërprerje? Kjo është bukuria e vetmisë, ajo na jep hapësirë për të reflektuar, krijuar dhe ëndërruar. Dhe ndryshe nga besimi i zakonshëm, vetmia nuk na shkëput nga bota, përkundrazi, na përgatit për të hyrë në të me më shumë forcë, vetdije dhe integritet. Ndoshta ka ardhur koha të shohim vetmin me sy të ndryshëm. Në vend që ta shmangim, mund ta pranojmë si një aleate, si një mësuese që na mëson të vlerësojmë shoqërinë tonë. Sepse në fund të fundit, nëse nuk mësojmë të jemi në paqe me veten, si mund të lidhemi vërtet me të tjerët? Vetmia, ashtu siç e përshkruan filozofia e këtyre mendimtarëve, nuk është thjesht mungesë e njerëzve. Ajo është një udhëtim drejt zbulimit të vetes, lirisë dhe autenticitetit. Dhe nëse i hapemi kësaj përvoje, ajo mund të jetë një nga përvojat më transformuese të jetës sonë. Vetmia, në kontekstin e traditave fetare, shihet si një portë drejt një kuptimi më të thellë të jetës dhe vetvetes. Në budizëm, vetmia nuk konsiderohet si një gjendje braktisjeje apo izolimi bosh, por si një mjet i fuqishëm për të arritur paqen e brendshme dhe, në fund, ndriçimin shpirtëror. Imagjino një moment ku ndihesh plotësisht i shkëputur nga zhurma e botës, i lirë nga shpërqendrimet e pafundme që sjell jeta moderne. Në këtë heshtje, budizmi sheh një mundësi të artë, një hapësirë ku mendja mund të qetësohet dhe shpirti të lidhet me diçka më të madhe se vetja. Në sutra, në rinocerontit, kjo ide thellohet edhe më shumë, ku rruga shpirtërore krahasohet me ecjen e vetmuar të një rinoceronti, një kafshë që nuk ka nevojë për praninë e vazhdueshme të tjerëve për të gjetur rrugën apo për të mbijetuar. Ky sutra është një udhërrëfyes, një kujtesë se nganjëherë duhet të largohemi nga gjithçka që na mban të lidhur dhe të hutuar, për të mundur ta kuptojmë vërtet veten. Jeta, me të gjitha lidhjet dhe ngjitjet e saj, shpesh na mban të bllokuar në cikle dëshirash dhe pritshmërish që erësojnë qartësinë tonë shpirtërore. Pikërisht këtu nafton budizmi të ndjekim shembullin e rinocerontit, të ecim vetëm, të shkëputur dhe me guxim, pa qenë të varur nga të tjerët. Ndoshta kjo tingëllon e vështirë, madje paksa e pakëndshme, por në të vërtetë, ky udhëtim i vetmuar mund të jetë thellësisht çlirimtar. Kur tërhiqemi nga zhurma e vazhdueshme e shoqërisë dhe ndikimet e jashtme, fillojmë të dëgjojmë me qartësi zërin tonë të brendshëm. Është si të pastrosh një pasqyrë të mbuluar me pluhur dhe më në fund të shohësh imazhin tënd të vërtetë, pa shtrembërime. Buda mësonte se ngjitja është një nga shkaqet kryesore të vuajtjes njerëzore. Dhe të themi të drejtën, sa më shumë të kapemi pas gjërave, njerëzve apo ideve, aq më të ndjeshëm bëhemi ndaj zhgënjimeve dhe humbjeve.
Vetmia në këtë kontekst nuk është mohim i botës, por një mënyrë për të mësuar si të jetojmë në të me më shumë mençuri dhe ekuilibër. Kur vendos të jesh vetëm, qoftë edhe për pak çaste, i jep vetes mundësinë të çlirohesh përkohësisht nga këto zinxhir dhe të përjetosh lirinë e qenies së pastër. Imagjino sa çliruese do të ishte të mos ishe në presionin e përhershëm për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve, për të ruajtur një imazh apo për të kërkuar miratim. Vetmia na mëson se forca e vërtet vjen nga brenda dhe se nuk kemi nevojë për mbështetje të jashtme për të gjetur paqen e brendshme. Sutra e rinocerontit mbart një mesazh të fuqishëm për shkëputjen, që shkon përtej të qenit thjesht fizikisht vetëm. Bëhet fjalë për të shkëputur nga shqetësimet e botës, nga frikërat që na mundojnë dhe nga iluzionet që na mbajnë të bllokuar në mendime të kufizuara. Kur ecën vetëm si rinoceronti, mëson të kesh besim tek vetja, të çmosh shoqërinë tënde dhe të gjesh bukurinë në thjeshtësinë e jetës. Dhe pikërisht në këtë thjeshtësi shfaqen të vërtetat më të mëdha. Kur i lejon vetes këtë hapësirë vetmie, fillon të vëresh gjëra që më parë të kanë shpëtuar, detaje të vogla, një uri të thella, një ndjenjë lidhjeje me gjithësinë që është e vështirë të përshkruhet, por që sjell një qetësi të papërshkrueshme. Budizmi na mëson se ndriçimi nuk është diçka që gjendet jashtë nesh, por diçka që zgjohet brenda nesh. Dhe vetmia është një nga rrugët më të drejtpërdrejta për të arritur atë gjendje. Duke u distancuar nga shpërqendrimet e jashtme, krijojmë hapësirë për introspeksion, për të reflektuar mbi veprimet tona, mendimet dhe qëllimet. Kjo praktikë nuk sjell vetëm qartësi, por forcon edhe qëndrueshmërinë emocionale në mënyrë që t'i përballojmë sfidat e jetës me më shumë qetësi dhe urtësi. Sepse kush e ka përjetuar paqen e thellë të vetmisë, e di se asgjë në botë nuk mund ta lëkundë atë gjendje të ekuilibrit të brendshëm. Ka gjithashtu diçka thellësisht shpirtërore në të qenit vetëm në natyrë, ashtu siç vepronte shpesh Buda. Ai tërhiqej nga fshatrat dhe qytetet për të medituar në pemë, pranë lumenjve apo në shpella. Këto çaste vetmie i mundësonin të kapërcente shqetësimet e botës dhe të lidhej me thelbin e jetës. A e ke imagjinuar ndonjëherë të jesh në një vend të tillë, ku era që lëkund gjethet dhe cicërimat e zogjve janë e vetmja shoqëri? Për budistin, një vend i tillë nuk është thjesht një strehë, por një ftesë për të lidhur me pjesën më të pastër dhe më thelbësore të vetvetes. Natyra, me gjithë thjeshtësinë e saj, pasqyron kalueshmërinë e gjithçkaje dhe na mëson të përqafojmë momentin e tanishëm, pa frikë nga e ardhmja apo keqardhje për të kaluarën. Kur sutra e rinocerontit flet për të qenë vetëm, kjo nuk do të thotë se duhet t'i ndërpresim të gjitha lidhjet njerëzore apo të jetojmë të izoluar përgjithmonë. Përkundrazi, ajo na kujton rëndësinë e momenteve të vetmisë për t'u forcuar dhe për të rritur shpirtërisht. Ashtu si rinoceronti që ecën i vendosur, por pa nxitim, edhe praktikuesi budist inkurajohet të ndjek rrugën e tij shpirtërore me vendosmëri, por edhe me durim dhe dëmshuri ndaj vetes. Këto momente vetmie janë si pushime të domosdoshme në një udhëtim të gjatë, momente për të marrë frymë, për të rishikuar drejtimin dhe për të vazhduar me më shumë qartësi dhe synim. Vetmia në budizëm shihet si një gjendje lirie, ku prangat e pritshmërive sociale thyen dhe mendja mund të eksplorojë natyrën e saj të vërtetë. Dhe më e bukura është kjo, kur e përqafojmë vetmin, nuk bëhemi më të largët ndaj të tjerëve, bëhemi më të kuptueshëm, më të dhëmshur. Sepse duke kuptuar veten, mësojmë të kuptojmë më mirë edhe të tjerët. Dhe kur gjejmë paqe në vetvete, mund ta përhapim atë paqe edhe në botën përreth nesh. Lejoje veten ta përjetosh këtë vetmi, këtë heshtje që flet më fort se çdo zhurmë. Një univers i tërë pret të zbulohet brenda teje. Ndërveprimi shoqëror është si një lumë që rrjedh pa pushim. Ai na lidh, na sfidon, na mëson dhe shpesh na jep ngushëllim. Por a ke vënë re ndonjëherë se si prania e vazhdueshme e njerëzve përreth nesh mund të na formsojë në mënyra që nuk i kuptojmë menjëherë? Jeta sociale është e mbushur me pritshmëri, apo jo? Ekziston një lloj presioni për t'u përshtatur, për t'u pranuar dhe për të përmbushur standardet e të tjerëve.
është pothuajse si të mbash një maskë, një version të përmirësuar të asaj që je në të vërtetë. Dhe me kalimin e kohës, kjo maskë mund të bëhet e rëndë, aq sa të na bëj të pyesim veten nëse ende e njohim fytyrën tonë pas saj. A e ke menduar ndonjëherë sa herë ke thënë apo bërë diçka vetëm për të kënaqur të tjerët, për të shmangur konfliktet apo për të ruajtur vendin tënd në një grup? Këtu hyn në lojë vlera e vetmisë. Një gjendje që, përkundër mendimit të përgjithshëm, nuk është bosh, por përkundrazi, është e mbushur me mundësi dhe mbi të gjitha, me autenticitet. Vetmia na jep lejen të jemi vërtet vetvetja, të lirë nga zinxhiret e pritshmërive shoqërore. Kur jemi vetëm, askush nuk na vëzhgon, askush nuk na gjykon dhe nuk kemi nevojë të luajmë asnjë rol. Është si të heqësh këpucët e ngushta pas një dite të gjatë dhe të ndihesh më në fund I çliruar. Në këtë gjendje, fillojmë të lidhemi me ato pjesë të vetes që ndoshta I kemi neglizhuar apo harruar. Kuptojmë se, sado e rëndësishme të jetë jeta shoqërore, ajo ndonjëherë mund të na largojë nga esenca jonë e vërtetë. Ndërveprimi I vazhdueshëm shoqëror mund të jetë si një zhurmë e pashuar në sfond, që na pengon të dëgjojmë zërin tonë të brendshëm. Kur më në fund tërhiqemi dhe futemi në vetmi, kjo zhurmë bëhet më e qetë dhe një qartësi e re shfaqet, një qartësi që më parë dukej e paarritshme. Kjo nuk do të thotë se jeta shoqërore është e keqe, përkundrazi. Ajo na jep përvoja të pasura, momente gëzimi dhe lidhjeje dhe na mëson shumë për botën dhe për veten. Por pa ekuilibër, ajo mund të bëhet e lodhshme, duke na shtëruar në vend që të na mbush me energji. Vetmia, nga ana tjetër, na ofron diçka që rrallë e gjejmë në jetën shoqërore, një hapësirë për reflektim, për rritje dhe për eksplorimin e mendimeve dhe ndjenjave tona pa ndikime të jashtme. Është si të futesh në një dhomë të qetë pasi ke qenë për një kohë të gjatë në një vend të mbushur me zhurmë. Pa pritur, gjithçka bëhet më e qartë dhe më e dukshme. Ti mund t'i dëgjosh mendimet e tua, mund të ndjesh emocionet e tua dhe, më e rëndësishmja, mund të fillosh të kuptosh se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme për ty. Është interesante se vetmia, ndryshe nga sa besojnë shumë njerëz, nuk na largon nga bota, por na përgatit për të. Kur kalojmë kohë vetëm, mësojmë të njohim më mirë veten. Dhe sa më mirë ta njohim veten, aq më të sigurt dhe më të qetë bëhemi, dhe aq më pak lejojmë që pritshmëritë e të tjerëve të na ndikojnë. Vetmia shpesh keq kuptohet, shumë e shohin si mungesë ose si një boshllëk, por në të vërtetë ajo është një forcë transformuese. Në heshtjen që ajo krijon, ndodhet mundësia për të takuar veten në një nivel më të thellë. Kur lëm pas zhurmën e jashtme, zbulojmë se çfarë na shtyn përpara në jetë. Është një udhëtim drejt autenticitetit, një mundësi për të parë jetën jo nga këndvështrimi I të tjerëve, por nga brenda nesh. A e ke vënë re ndonjëherë se si ndryshojnë ndërveprimet shoqërore pasi ke kaluar kohë vetëm? Ato shpesh ndihen më të lehta dhe më natyrale, sepse vepron nga një vend I qartësisë së brendshme dhe forcës personale. Vetmia na jep mundësinë të shkëputemi nga pritshmëritë e shoqërisë dhe të përqendrohemi tek vlerat tona. Në të nuk gjejmë vetëm qetësi, por edhe lirinë për të marrë vendime pa u ndikuar vazhdimisht nga gjykimi I të tjerëve. Rritja personale që vjen përmes vetmisë është unike. Është një hapësirë ku mund t'i rregullojmë mendimet tona, të eksplorojmë ëndrat tona dhe të njohim vetveten e vërtetë. Kjo kohë me veten kërkon guxim, sepse na vë përballë pyetjeve që shpesh I shmangim në jetën e përditshme. Por pikërisht ajo përballje mund të jetë fillimi I një jete të ndërtuar mbi bindjet tona personale, të lirë nga kufizimet e jashtme. Sigurisht, edhe jeta shoqërore ka vendin e vet. Ajo na jep lidhje, shkëmbim dhe shpesh gëzim. Por vetmia është ana tjetër e medaljes, ajo që na lidh me botën tonë të brendshme. Të dyja janë të rëndësishme dhe vlera e tyre qëndron në ekuilibër. Vetmia nuk duhet të jetë një arratisje, por një zgjedhje e vetëdijshme, një ndalesë për të marrë frymë, për të rigjeneruar dhe për të kuptuar më mirë vetveten. A je ndjerë ndonjëherë vetëm në një dhomë plot me njerëz? Kjo është një nga format më të dhimbshme të vetmisë, kur afërsia fizike nuk sjell edhe një lidhje emocionale.
Në ato momente kuptojmë se lidhja e vërtet nuk varet nga numri i njerëzve përreth, por nga thellësia e marrëdhënieve. Dhe ndonjëherë vetmia është hapi i parë për të kuptuar cilat lidhje kanë vërtet rëndësi. Por vetmia mund të bëhet edhe e rrezikshme nëse zgjat shumë. Ajo që fillimisht ishte një streh, mund të kthehet në një mur që na ndan nga të tjerët dhe nga vetvetja. Në këto raste, është e rëndësishme të zgjasim dorën, të kërkojmë ndihmë dhe të lidhim sërish ura me botën, sepse ne jemi qenie shoqërore dhe lidhja me njerëzit është një pjesë thelbësore e mirëqenies sonë. Arti qëndron në gjetjen e ekuilibrit të duhur mes vetmisë dhe jetës shoqërore, mes qetësisë së brendshme dhe ndërveprimit të jashtëm. Ky ekuilibër është i ndryshëm për secilin dhe ndryshon me kohën. E rëndësishme është të dimë të dëgjojmë sinjalet e trupit dhe mendjes dhe të reagojmë me kujdes. Vetmia mund të na shërojë nëse zgjidhet me vetdije, por nuk duhet të bëhet kurrë një barë. Prandaj, kur herën tjetër të ndjesh nevojën për pak kohë me veten, lejoje veten ta marrë atë pauzë. Nuk është shenjë dobësie, por një akt kujdesi për veten. Dhe nëse ndjen se vetmia po bëhet e tepërt, mos hezito të kërkosh kontaktin që të mungon. Forca e vërtet qëndron në të diturit se kur kemi nevojë të jemi vetëm dhe kur kemi nevojë për praninë e tjetrit. Vetmia nuk është armik, por një mundësi. Ajo na jep hapësirën për ta ndërtuar jetën tonë me vetdije dhe për të hyrë në botë me më shumë qartësi. Na kujton se, edhe kur jemi vetëm, nuk jemi të braktisur, sepse në heshtje gjejmë lidhjen më të rëndësishme, atë me vetveten, të cilën askush nuk mund ta na e marrë. Njohja e vetes na ndihmon të gjejmë ekuilibrin. Ajo na tregon se kur është koha për të kërkuar shoqëri dhe kur kemi nevojë për qetësinë e vetmisë. Por kjo kërkim për ekuilibër nuk është e lehtë dhe nuk ndodh vetvetiu. Është një proces i vazhdueshëm që kërkon të shikojmë brenda vetes, të pyesim çfarë na bën vërtet mirë dhe çfarë pranojmë vetëm nga zakoni apo nga frika e ndryshimit. Kjo ndershmëri me vetveten është sfiduese, por edhe një nga përvojat më çliruese që mund të përjetojmë. Imagjinoje jetën si një peshore, ku në njërin anë qëndron vetmia dhe në anën tjetër jeta shoqërore. Ta mbash këtë peshore në ekuilibër nuk do të thotë që të dyja anët duhet të peshojnë njësoj në çdo moment. Ka ditë kur të duhet më shumë vetmi, kur bota duket e rëndë, kur ke nevojë për hapësirë për të marrë frymë dhe për të riorganizuar veten. Në ditë të tjera janë ndërveprimet me njerëzit ato që të japin energji, gëzim dhe një ndjenjë përkatësie që vetëm lidhja njerëzore mund ta sjellë. Dhe kjo është plotësisht në rregull. Më e rëndësishmja është ta kuptosh kur vjen njëri prej atyre momenteve dhe të dish të dëgjosh çfarë të thotë trupi dhe mendja jote, sepse një ekuilibër në çfarëdo drejtimi qoftë mund të ketë një çmim të lartë. Kur izolohemi tepër, rrezikojmë të humbasim në mendimet tona, të futemi në një rreth vicioz vetkritike dhe të ndjehemi të shkëputur nga bota. Nga ana tjetër, kur futemi thellë në jetën shoqërore pa pauza për reflektim, rrezikojmë të humbasim individualitetin ton, të harrojmë prioritetet tona dhe të bëhemi robër të pritshmërive të tjerëve. Ekuilibri midis vetmisë dhe jetës shoqërore është i lëvizshëm, ndaj edhe vetë reflektimi i vazhdueshëm është thelbësor. A ke ndier ndonjëherë boshllëk, edhe kur je i rrethuar nga njerëz? Kjo ndodh sepse nuk ka të bëjë vetëm me praninë fizike të tjerëve, por me ndjenjen e lidhjes së vërtetë, me prezencën e plotë. Dhe për të ndier vërtet i lidhur me të tjerët, duhet të jemi në paqe me veten. Vetmia, kur përdoret me mençuri, na jep këtë mundësi. Na jep kohë dhe hapësirë për të përpunuar emocionet tona, për të kuptuar çfarë duam vërtet dhe për të forcuar veten. Nuk bëhet fjalë për të shmangur njerëzit, por për të lidhur me ta në mënyrë të shëndetshme, të vetëdijshme dhe të plotë. Jeta shoqërore mund të jetë jashtëzakonisht pasuruese. Ajo na sjell gëzim, mësime dhe ndjesinë e përkatësisë. Por ajo gjithashtu mbartë rreziqe. Shpesh veprojmë të shtyrë nga një nevojë e pavetëdijshme për të pëlqyer, për të pranuar dhe për të qenë pjesë e diçkaje. Në këtë proces, ndonjëherë sakrifikojmë pjesë të rëndësishme të vetes.
Është e lehtë të humbasim në pritshmëritë e të tjerëve, të harrojmë të shohim nga brenda dhe të mos pyesim veten, a ka kjo kuptim për mua? Më ndihmon të rritem apo thjesht më lodh? Vetë reflektimi na ndihmon të shtrojmë këto pyetje të vështira, por të domosdoshme. Edhe më e rëndësishme është që ai na jep guximin për të vepruar sipas përgjigjeve që gjejmë. Njohja e vetvetes nuk është një gjendje që e arrijmë një herë e pastaj mbaron. Është si një muskull që duhet stërvitur rregullisht. Çdo përvojë, çdo ndërveprim, çdo moment vetmie është një mundësi për të mësuar diçka të re për veten. Dhe sa më mirë ta njohim veten, aq më të qarta bëhen kufijtë tanë, nevojat dhe dëshirat tona. Kjo na ndihmon të jetojmë më autentikisht në përputhje me atë që jemi vërtet, e jo thjesht duke u përshtatur me kërkesat e jashtme. Dhe më e bukura është kjo, kur fillojmë të jetojmë më në përputhje me vetveten, edhe lidhjet me të tjerët bëhen më të vërteta. Nuk kërkojmë më miratim, nuk përpiqemi të përshtatemi. Thjesht jemi vetvetja, dhe kjo krijon hapësirë për marrëdhënie të sinqerta dhe kuptimplota. Ta gjesh këtë ekuilibër kërkon durim, kërkon gatishmëri për të duruar momente të pakëndshme, sepse rruga drejt vetdijes nuk është gjithmonë e lehtë. Ajo na sfidon të përballemi me pasiguritë, frikërat dhe dobësitë tona, por pikërisht në këtë përballje fshihet rritja. Vetmia në këtë proces bëhet një aleate e fuqishme. Na jep hapësirën për të reflektuar, për të ndjerë dhe për të lidhur me atë që ka vërtet rëndësi. Në të njëjtën kohë, jeta shoqërore na jep pasqyrën që na duhet për të parë si ndikojnë veprimet dhe fjalët tona tek të tjerët. Njëra nuk funksionon pa tjetrën. Në ndërveprimin mes këtyre dy botëve, asaj të jashtme dhe të brendshme, gjejmë qendrën tonë, pikën tonë të ekuilibrit. A ke përjetuar ndonjëherë një moment ku gjithçka dukej se kishte kuptim, një çast ku ndjeve një paqe të thellë, që asgjë nuk mund ta lëkunte? Këto momente ndodhin shpesh kur jemi në ekuilibër, kur jemi në harmoni me nevojat tona të brendshme dhe të jashtme. Dhe e vërteta është se secili prej nesh e ka këtë aftësi brenda vetes. Sfida është të mësojmë të dëgjojmë, t'i besojmë intuitës sonë dhe t'i japim vetes atë që na duhet vërtet, edhe kur kjo do të thotë t'u themi jo kërkesave të botës apo të përballojmë frikën nga të qenit vetëm. Ekuilibri midis vetmisë dhe jetës shoqërore është një art, një praktikë e vazhdueshme që kërkon vëmendje, kujdes dhe mbi të gjitha dashuri për veten. Vetdia është themeli i kësaj rruge. Ajo na jep mjetet për të lundruar nëpër ujërat e jetës me më shumë qartësi dhe besim. Dhe kur e gjejmë këtë ekuilibër, bëhemi jo vetëm më të fortë, por edhe më të aftë për t'u dhënë të tjerëve versionin më të mirë të vetes. Sepse në fund të gjithë duam të jetojmë një jetë të përmbushur, të lidhur me vetveten dhe me botën përreth. Prandaj, lejoje veten të nisësh këtë udhëtim. Eksploroje vetmin tënde, festo lidhjet e tua dhe gjeje ritmin që e bën zemrën tënde të rrahë më thellë. Vetmia ka një forcë transformuese që pak njerëz e kuptojnë vërtet. Ajo mund të duket e frikshme në fillim, sidomos sepse jemi mësuar të besojmë se të jesh vetëm është diçka negative, një lloj dështimi apo paftësie për të ruajtur marrëdhënie. Por e vërteta është se vetmia, kur pranohet me guxim, ka fuqinë të na shpëtojë, të na lidhë sërish me veten e vërtet, larg pritshmërive dhe presioneve të botës. Ta pranosh nevojën për vetmi nuk është e lehtë. Kjo kërkon ndershmëri të thellë me veten. Kërkon guxim për të pranuar se disa prej lidhjeve që mbajmë nuk janë të shëndetshme për ne. Dhe edhe më e vështirë është të pranojmë se ndonjëherë mënyra e vetme për të mbrojtur veten është të tërhiqemi. Edhe pse në fillim mund të duket e dhimbshme, kjo është hapi i parë drejt lirisë emocionale. Vetmia bëhet edhe më e domosdoshme kur e gjejmë veten në marrëdhënie që na bëjnë më shumë dëm se sa dobi. A ke qenë ndonjëherë në një situatë ku, edhe pse ishe i rrethuar nga njerëz, ndihesh i zbrazët dhe i lodhur, sikur të thithnin gjithë energjinë? Kjo lodhje nuk është vetëm fizike, është emocionale dhe mendore. Disa lidhje na zhveshin nga vetja, na bëjnë të dyshojmë në vlerën tonë dhe na mbajnë të bllokuar në cikle varësie emocionale.
Të kesh guximin të largohesh nga situata të tilla është një akt dashurie për veten, por është gjithashtu një akt mbijetese. Sepse të qëndrosh në një ambient toksik ose abuziv nuk të lodh vetëm shpirtin, por shuan edhe zërin tënd të brendshëm, atë zë që të duhet për të ecur përpara, për të shëruar plagët dhe për ta gjetur sërish veten. Guximi për ta përqafuar vetmin lind pikërisht në atë moment kur e kupton se paqja jote e brendshme ka më shumë vlerë se sa çdo shoqëri. Është ajo vetdije që të thotë se dhimbja e përkohshme e tërheqjes është shumë më e vogël se vuajtja e vazhdueshme që vjen nga qëndrimi në marrëdhënie që të rëndojnë. Dhe pikërisht këtu qëndron bukuria, vetmia, kur përjetohet me vetdije, nuk është një humner e errët, përkundrazi, është një hapësirë për rilindje. Është një kohë ku mund të marrësh frymë thellë dhe të rindërtosh pjesët e lodhura të shpirtit tënd. Në vetmi zbulon atë që me të vërtet ka rëndësi, çfarë të sjell gëzim të vërtet dhe çfarë mund të lësh pas pa pendim. Ajo të lejon t'i vështrosh plagët e tua me butësi, pa presion të jashtëm, dhe t'i shërosh me qetësi. Dhe kjo shërim, sado i heshtur të jetë, ka një fuqi të pamas. Është thelbësore të kuptosh se vetmia nuk është njësoj me izolimin e përhershëm. Shpesh ajo është vetëm një fazë kalimtare, e nevojshme për të riorganizuar nga brenda. Është si të mbyllësh derën e shtëpisë gjatë një stuhie, mbrohesh, ngrohesh dhe përgatitesh ta hapësh sërish sapo stuhia të ketë kaluar. Kur ta bësh këtë, do të vëresh se je më i fortë, më i sigurt në vetvete dhe më i aftë për të zgjedhur me kujdes kë e lejon të hyjë në jetën tënde. Sepse kur ke përjetuar qetësinë dhe paqen që sjell vetmia, nuk do ta pranosh më çdo shoqëri. Do të bëhesh më përzgjedhës, jo nga mendjemadhësia, por sepse e kupton vlerën e energjisë dhe të paqes së brendshme. Vetmia na mëson të vlerësojmë shoqërinë me vetveten, diçka që shpesh nënvlerësohet. Jetojmë në një shoqëri që na nxit vazhdimisht të kërkojmë miratim nga të tjerët, por rrallë na mëson si të gjejmë ngushëllim brenda vetes. Kur e përqafon vetmin, kupton se nuk ke nevojë për miratim të jashtëm për t'u ndier i plotësuar. Zbulon se mund të jesh burimi yt i forcës, gëzimit dhe paqes. Dhe kjo është diçka që askush nuk mund ta të marrë. Kjo vetë, mjaftueshmëri emocionale bëhet themeli mbi të cilin ndërtohen të gjitha marrëdhëniet e ardhshme. Sa më mirë ta njohësh veten, aq më lehtë vendos kufi të shëndetshëm, thua jo kur është e nevojshme dhe tërhiqesh pa ndjenja faji kur diçka nuk përputhet me vlerat e tua. Sigurisht, rruga për të përqafuar vetmin nuk është pa sfida. Në fillim mund të ketë momente parehatje, ndoshta edhe frikë. Jemi mësuar të mbushim çdo çast të jetës me zhurmë, prani dhe shpërqendrime, prandaj heshtja mund të duket kërcënuese. Por pikërisht në atë heshtje fillon të dëgjosh atë që ka me të vërtet rëndësi. Aty fiton hapësirë intuita jote, aty dalin në dritë nevojat e tua të vërteta. Me kohë do të kuptosh se ajo heshtje nuk është bosh, por plot mundësi. Është një hapësirë ku mund të ëndërrosh, të planifikosh dhe të rilidhesh me pasionet dhe qëllimet e tua. Është toka pjellore ku lulëzon njohja e vetes. Ka diçka thellësisht çliruese në faktin se nuk ke nevojë për askënd për të gjetur lumturi apo kuptim në jetë. Vetmia të tregon se ti je mjaftueshëm, ashtu siç je. Dhe kur e kupton këtë, diçka brenda teje ndryshon. Fillon të lidhesh me të tjerët jo nga boshllëku, por nga një ndjenjë plotësie. Ndërveprimet bëhen më të lehta, më të sinqerta, sepse nuk përpiqesh më të mbushësh ndonjë zbrazëti apo të kërkosh miratim. Ti thjesht ndan energjinë tënde, pa pritshmëri, pa kërkesa. Kjo ndryshim perspektive ndryshon gjithçka. Pa pritur kupton se vetmia nuk është një barë, por një aleate gjithmonë aty, kur të duhet një çast për të marrë frymë dhe për të gjetur sërish veten. Jo të gjithë do ta kuptojnë zgjedhjen tënde për ta përqafuar vetmin, veçanërisht kur ajo përfshin largimin nga njerëz apo situata që në pamje të jashtme duken të mira. Por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që ti kujdesesh për veten, mbron energjinë tënde dhe i jep vetes mundësinë të rritesh në mënyrën më të vërtetë.
Duke bërë këtë, krijon hapësirë për diçka të re, për lidhje më të shëndetshme dhe një jetë që përputhet me vetveten tënde të vërtetë. Guximi për ta përqafuar vetmin rritet sa herë që vendos veten në vend të parë. Sa herë që thua jo ndaj diçkaje që nuk të shërben, sa herë që paqen tënde e vendos mbi mendimet e të tjerëve, sa herë që ja dorëzon veten heshtjes pa frikë. Dalë nga dalë, ky guxim shndërrohet në forcë, në vetbesim dhe në bindjen e thellë se edhe në momentet më të vetmuara, ti je pikërisht aty ku duhet të jesh. Sepse vetmia nuk është fundi, është fillimi. Një ftesë për ta njohur veten thellësisht, për të shëruar dhe për ta dashur veten pa kushte. Mjaftueshmëria emocionale është një nga arritjet më të mëdha që mund të përjetojë një njeri dhe njëkohësisht ndër më të nënvlerësuarat. Jetojmë në një botë ku lidhja me të tjerët na paraqitet si çelësi i lumturisë, që në fëmijëri mësojmë se kemi nevojë për të tjerët për t'u ndier të plotë dhe se të jesh vetëm është shenjë dobësie apo mungesë aftësie për të ruajtur marrëdhënie. Por asgjë nuk mund të jetë më larg së vërtetës. Forca e vërtetë, paqja e vërtetë dhe liria e vërtetë lindin atëherë kur mëson të ndihesh mirë në shoqërinë tënde. Mjaftueshmëria emocionale nuk do të thotë të refuzosh botën apo të shmangësh marrëdhëniet. Do të thotë të kuptosh se ti je mjaftueshëm dhe se lumturia dhe qetësia jote nuk varen nga të tjerët. Është një gjendje mendore ku e gjen sigurinë dhe forcën brenda vetes. Dhe kjo ndryshon gjithçka, mënyrën si e sheh veten, si lidhet me të tjerët dhe si përballesh me sfidat e jetës. Të ndihesh mirë në vetmi është hapi i parë drejt mjaftueshmërisë emocionale. Vetmia ka një forcë që shumë pak e kuptojnë, sepse shumica e kanë frikë, por ajo që shumë nuk e kuptojnë është se vetmia, kur përjetohet në mënyrë të vetëdijshme dhe të lirë, është një hapësirë e shërimit, e rritjes dhe e reflektimit. Në vetmi ke mundësinë të shkëputesh nga zhurma e botës dhe të lidhesh thellë me vetveten. Mendoje pak sa shpesh i jep vetes kohë për t'i dëgjuar me të vërtetë mendimet e tua dhe për t'i ndier emocionet e tua, pa ndikimin e mendimeve apo gjykimeve të tjerëve. Në vetmi gjendet qartësia. Ajo të jep mundësinë të qetësosh mendjen, të reflektosh dhe të njohësh veten në një nivel më të thellë. Dhe kur fillon ta kuptosh veten, kupton se shumë nga dhimbjet, pasiguritë dhe frikrat e tua burojnë nga varësia emocionale ndaj të tjerëve, nga pritshmëria që dikush tjetër do të mbush boshllëqet që vetëm ti vetë mund t'i mbushësh. Mjaftueshmëria emocionale nuk do të thotë të shmangësh marrëdhëniet apo të tërhiqesh nga bota. Përkundrazi, do të thotë që në çdo lidhje të hysh me themel të fortë, duke e ditur se lumturia jote nuk varet nga askush tjetër. Kjo e zhvesh marrëdhënien nga pesha dhe e bën më të lehtë, më të vërtetë. Nuk kërkon më tek tjetri diçka që të mungon, thjesht ndan bollkun tënd, qetësinë tënde. Kjo ndryshon gjithë dinamikën. Bëhesh më pak i gatshëm të tolerosh sjellje toksike apo të kënaqesh me më pak nga ç'e meriton. Sepse kur e di që je i mjaftueshëm, kur ndihesh mirë vetëm, kupton se nuk ke nevojë për askënd që të ndihesh i plotë. Ti zgjedh vetë kë lejon në jetën tënde dhe e bën këtë zgjedhje me vetdije, jo nga mungesa. Ndoshta e ke përjetuar edhe ti këtë ndjesi. Ndoshta ke qenë në një marrëdhënie ku ke ndier se lumturia jote varej vetëm nga tjetri, apo je kapur pas dikujt ose diçkaje që të bënte dëm, thjesht nga frika e vetmisë. Tani imagjino të kundërtën, të ndihesh aq i sigurt brenda vetes, aq në paqe me vetmin tënde, sa që frika nga të qenit vetëm zhduket. Imagjino të kesh aftësinë të largohesh nga çdo marrëdhënie apo situatë që nuk të respekton, pa ndjenja faji apo pasigurie. Kjo është mjaftueshmëria emocionale. Është një forcë që të lejon ta përballosh jetën me guxim, që të mbron nga lidhjet që të thithin energjinë dhe që të përgatit për marrëdhënie më të shëndetshme dhe kuptimplota. Kur e pranon vetmin dhe mëson ta shijosh, diçka e thellë fillon të ndodhë. Kupton se në heshtje gjenden përgjigjet. Në mungesën e zërave të tjerë, zëri yt bëhet më i qartë. Fillon të shohësh çfarë ka vërtet rëndësi, cilat janë vlerat e tua, ëndrat dhe prioritetet e tua.
Kjo qartësi të jep ndjenjen e drejtimit, të sigurisë dhe, mbi të gjitha, të paqes së brendshme. Sepse kur nuk je më emocionalisht i varur nga të tjerët, çlirohesh nga pritshmëritë, manipulimet dhe zhgënjimet që shpesh vijnë nga marrëdhënie të pabalancuara. Nuk kërkon më të tjetri diçka që të mungon, dhe kjo është një nga çlirimet më të mëdha që mund të përjetosh. Mjaftueshmëria emocionale të jep gjithashtu një armë të fuqishme në përballjen me njerëz toksik. Kur je emocionalisht i varur, është e vështirë të largohesh, edhe kur e di që dikush të dëmton. Por kur ke ndërtuar forcën tënde të brendshme, ata njerëz nuk kanë më pushtet mbi ty. Ti ishe ashtu siç janë, vendos kufi të qartë, dhe nëse është e nevojshme, largohesh, pa kthyer kokën pas. Sepse e di që paqja jote nuk është e diskutueshme dhe askush nuk ka të drejtë ta të marrë. Dhe e veçanta është kjo, kur e zhvillon këtë forcë të brendshme, fillon të tërheqësh njerëz që i shtojnë vlerë jetës tënde, sepse nuk vepron më nga mungesa, por nga bollku. Vetmia nuk është fund, është fillimi i diçkaje më të madhe. Është hapësira ku ndërton themelin për një jetë emocionale të shëndetshme, marrëdhënie më të balancuara dhe një mirëqenie që nuk varet më nga jashtë. Kur mëson të ndihesh mirë në shoqërinë tënde, kupton se vetmia nuk është bosh, por plot mundësi. Është një vend ku rritesh, forcohesh dhe e rindërton veten. Dhe duke bërë këtë, jo vetëm që e përmirëson jetën tënde, por bëhesh edhe një pranë e mirë dhe frymëzuese për të tjerët. Sepse njerëzit emocionalisht të mjaftueshëm rrezatojnë paqe dhe vetbesim, një energji që të tjerët e ndjejnë. Ata nuk kanë nevojë të kontrollojnë, të lypin dashuri apo të dëshmojnë se janë të mjaftueshëm. Ata thjesht janë, dhe kjo mjafton. Rruga drejt mjaftueshmërisë emocionale mund të jetë sfiduese, por është ndër udhëtimet më shpërblyese që mund të bësh. Çdo hap drejt saj është një hap drejt një jete më të vërtetë, më të lirë dhe më të përmbushur. Dhe në këtë udhëtim do të zbuloj diçka që ndoshta nuk e ke pritur. Personi që gjithmonë ke kërkuar për të dhënë lumturi dhe siguri, ka qenë gjithë kohën me ty. Ka qenë gjithmonë ti vetë. Dhe kur kjo e vërtet të shpaloset, gjithçka ndryshon. Le të vazhdojmë ta eksplorojmë bashkë këtë udhëtim, sepse mjaftueshmëria emocionale mban ende shumë sekrete për t'u zbuluar. Ajo është themeli i një jete të përmbushur dhe një botë e tërë mundësish të pret, kur fillon ta ndërtosh këtë themel brenda vetes.